Gjitha federatat po besoj që kemi pritur me mjaft entuziazëm aplikimin dhe marrjen e drejtës organizimit këtyre lojnave që janë mjaft me rëndësi në çdo aspekt edhe në këtë rast edhe për federatën tonë. Faktikisht me ministrinë, me zaventës ministrën kemi patur një takim këtë vit që shkoi në fillim të vitit, nuk e di saktë muajin mars ose prill, rreth disa përgatitje rreth një krijimit strategjisë nga federatat, mirë po jo diçka në aspektin organizativ, kështu që ne jemi duke u përgatitur sa i përket kombëtarëve tona, kemi filluar hapat edhe në të kalumen, po e marr lojrat mesdhetare, mirë po edhe tani jemi duke u përgatitur në aspektin e përgatitjes të ekipit për paraqitje sa më të mirë. Zakonisht tash shtetet që kanë ekipe ose shtetet e forta që kanë zhvilluar sportin e voleybollit, po edhe sporte tjera ndonjëherë i dërgojnë edhe ekipe tjera, mirë po për neve si Kosovë është shumë prioritet që të kemi rezultate sa më të mira dhe me siguri që ne do të marrim pjesë me kombëtarën A, edhe me gjithë potencialin më të mirë që kemi. Për shkak se jemi edhe organizator, edhe pse në lojnat mesdhetare do të marrin pjesë kombëtare mjaft forta që do të jetë e vështirë, po ne duhet të bëjmë përpjekje maksimale që të dalim sa më suksesshëm. Për shkak se janë ndërtuar disa palestra, po ndoshta që nuk i him punë asnjë sporti. Kemi problem sidomos me ekipet voleybollit në Prishtinë që kanë mungesë të hapësirave sportive për shfrytëzimin e termineve kështu me radhë, po gjithashtu edhe në qytete të tjera. Më thonë, tash kur jemi në sezonin e dimrit ka mungesë të palestrave që kanë ngroje, pikërisht më herët kishim takim domethënë për fillimin e përgatitjeve të kombëtarëve U18, edhe një prej sfidave tona është që ta gjejmë një palestër të lirë ku mund kombëtarët tona të zhvillojnë stërvitjet në kushte optimale. Po shpresoj që ky viti që po vjen edhe viti në vazhdim, domethënë duhet jenë kruciale edhe duhet të përfundojnë gjitha ato sa i përket rëndësisë, janë mjaft rëndësishme në shumë aspekte, qoftë ekonomik, po ndoshta edhe politik, për faktin se ka ende shtete, ka ende lojtarë që mendojnë që në Kosovë është një vend i pa zhvilluar, që në Kosovë ende ka luftë, që Kosova është një vend i pa sigurt, kështu që edhe në këtë aspekt ka mjaft rëndësi. Për neve si sport i voleybollit, po edhe për sportin në përgjithësi në Kosovë, mendoj që marrja e aktiviteteve, organizimeve të ngjashme ka përfitime në shumë aspekte. Kështu që çdo aktivitet që organizohet është i mirëseardhur, sidomos në sportin e voleybollit.